Durrësi është porta e Shqipërisë, që këtej Enveri student u largua për herë të parë nga atë dheu. Në këtë skelë u kthye sërish e solli me vete literaturë marksiste, duke kaluar fshehur zi kontrollit të rrep doganor. Në limanin e kthyer në Gërmadh, fill pas shlirimit, erdhi komandanti i përgjithshëm. Punëtorët në fillim kujtuan se ishte një partizan i thjeshtë, por menjëherë e rrethuan plot entuziazëm udhëheqësin e partisë, që vit pas viti do të kujdesej për ndërtimin e portit më të madh të Shqipërisë. Ishte maj i 1960-s. Revizionistët Rushovian kërcënonin me blokadën e hekur të Shqipërinë që nuk gjunjëzohej. Mes punëtorëve, udhëheqësi fliste plot optimizëm për të ardhmen, kur Shqipëria do të shpejtonte ritmet e zhvillimit të ekonomisë dhe do t'i zgjeronte lidhjet tregtare me botën nëpërmjet këtij porti. Ne po punoshim në portën e ri. Po ktheva kokën kur shok për largu, ishte ai. I them shokut Islam, a u shokën vetë hoxha ky? Ai më thot po. Dhe sa përgatitem me mshi dura si kishim me bal, ai na përqafoi. Edhe na pyeti për shëndetin tonë, për çështjen e punës, edhe e pyetëm namazin për portën e ri. Na tha që do bëhet një port modern, do bëhet me elektrovingja, me makineri moderne. Edhe ne i tham të bëjmë një fotografi, edhe unë tha kam dëshirë që të bëj një fotografi me ju, tha, po s'kemi tha aparat. Kurse na i tham kemi në aparat, shkoj një shok e mori në shtëpi, e pruni, edhe doli fotografi. Kështu bë kjo fotografi, dëshmitarja e saj sa vizitave e takimeve të shokut Enver me punëtorët e portit. Stalini më pyeti, ndërtoni vaporat e vegjël në Shqipëri? Jo, i thash, po pisha keni? Kemi, u përgjigja, pyje të tërë, atëherë ju keni një bazë të mirë, tha ai, për të ndërtuar në të ardhmen mjete të thjeshta për transportin detar. Me këtë varke motobark të drujt, i dhanë si ariqet e para punëtorët e kantierit shokut Enver. Sot kryen riparimet kapitale të anijeve gjermë 12.000 tonë, ndërton anije metalike. Në 75 vjetorin e ditëlindjes së udhëheqësit, punëtorët e kantierit i dhuruan partisë dhe popullit anijen e parë transoqeanike Gjirokastra. Armiqtë e popullit tonë janë përpjekur të krijojnë një mentalitet se populli ynë nuk është një popull detar, thot shoku Enver. Historia e popullit tonë tregon të kundërtën. Deti për ne do të bëhet një nga vijat e rëndësishme të komunikacionit.